Од вашата партија доаѓаат информации дека преговорите со Алијанса за албанците се во напредна фаза. Дори имаше изјави дека во текот можеби на овој месец ќе видиме објава на можеби првичен договор за коалициски настап на изборите. Реално е тоа? Навистина напредувате во разговорите со Алијанса? Është reale se ne bisedojmë dhe ka hapësirë shumë pozitive në raportet tona. Колку средби сте имале со села? Од повикот негов за коалиција до сега? Po nuk I kam numëruar, po 2 më spaku, domethënë kështu në ambient shumë të relaksuar, kemi biseduar gjëra gjatë për gjërat në të kaluarën, në të tashmen dhe në të ardhmen si do të funksiononim. Mendoj se ka ambient mirë dhe nuk është vetëm se raportet e mia me zotin Sela janë pozitive, ka raporte pozitive mes organeve tona partijake, po edhe me strukturave dhe qytetarëve. Domethënë është një koalicion I dëshirueshëm, aq më tepër që në kampin politik shqiptar. Има ли некако формализиран процес на преговори во кој што, не знам, партиски тимови се среќаваат и разговараат за конкретни теми? Nuk jemi në atë fazë, ende, edhe pse edhe ne si parti kemi formuar një komision për negociata, për neve është me rëndësi që të formojmë, po ndërlidhem pak me fjalën tuaj hyrëse, kur thatë se sa jemi ne optimist për të bërë një front të gjerë. Unë jam I interesuar që të bëjmë një front fitues, jo front të gjerë. Më me rëndësi është të kemi front fitues, një koalicion dhe një kombinim fitues, se sa të fusim shumë parti me background të dyshimt që mendojmë se mund të aprishin коалициони на по-ефектен електорат. Пред се мислите на БЕСА, но зошто мислите дека коалиција во која што ќе биде И БЕСА е послаба стартна позиција на таа коалиција за изборите отколку обратно? Nuk e kam fjalën për ndonjë parti konkrete. E kam fjalën se Alianca për shqiptarët për shembull kishte një përvojë të tillë në vitin 2016, u bën 3 parti bashk dhe me njerë pas zgjedhjeve ato 2 tjerat u avulluan. Prandaj mendoj se kur flas kam fjalën te partitë këtilla që formojnë para zgjedhjeve, grupacione të ndryshme me background dyshimt. Për atë kam fjalën, domethënë konceptualisht mendoj se shumë më e rëndësishme është të bëjmë kombinim fitues dhe kjo më së miri mund të përdeftohet nga të dhënat që I bëjmë gjatë analizave, sondazheve, po edhe në kontakt me qytetarët. Dhe unë mendoj se ajo është perceptimi më I mirë dhe më I drejtë që mund të krijohet. Dhe në fund, natyrisht se koalicionimi nuk varet prej një faktori, do duhet gjithë të pajtohemi për një koncept të tillë, dhe nëse pajtohemi, mendoj se do t'jetë një lajm I mirë, si haris I mirë për shqiptarët, se mendoj se 12 prill është një datë, do t'jetë një datë historike për shqiptarët.